Përshëndetje Saranda Web, faleminderit për interesimin tuaj. Sot ndodhemi në gjykatën administrative të shkallës parë Lushnje, mbi kërkesëpadinë që kemi paraqitur pranë kësaj gjykate për të kërkuar shfuqizim e vendimit të Këshillit Bashkiak, sikur të gjithë qytetarët e Sarandës e dinë në lidhje me marrëveshjen e bashkëinvestimit i Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe Bashkimit Sarandës për polin turistik të zhvillimit. Në këtë seancë nderuar, ne kemi kërkuar pikërisht shfuqizimin e këtij vendimi mbi bazën sepse nuk ka patur një konsultim publik, kjo mbi bazën e ligjit me numrin 146 të vitit 2014 për konsultim publik, por gjithashtu dhe mbi bazën e nenit 18 të ligjit 139 të 2015 për vetë qeverisje vendore. Pikërisht vetë Bashkia Sarandë në prapësimet e saj, apo në këtë përgjigje që më është drejtuar mua si qytetar, pranon faktin sepse nuk e ka bërë konsultim publik, sepse nuk hyn në diskrecion pikërisht të ligjit të nenit 18/139/2015. Ndërkohë, në seancë ka mbajtur një qendrim duke thënë se ne konsultim publik kemi bërë, por e kemi bërë nëpërmjet disa anketimeve private ndoshta, por sepse qyteti nuk ka patur dini, në fakt qyteti gjithmonë ka thirrur që të ketë një dëgjesë publike në lidhje me faktin se çfarë po bëhet atje dhe për të mbrojtur pronësinë e shkollës, për të mbrojtur ato parqe që sot duhet t'i kthehen fëmijëve të qytetit tonë dhe jo t'i kalojnë subjekteve për tjetërsimin e tyre, sepse ne dim faremisht që ato hotele nuk janë hotele të shtetit, po do janë hotele të privatit dhe destinacione e shkollës nuk e di se çfarë do të ndodhi. Gjithsesi un kam besim shumë tek gjykata administrative Lushnje, tek ta 3 djem fantastik që mund të japin një vendim pozitiv në lidhje me kërkesën, sepse realisht shkaqe procedurale për prishjen e kësaj marrëveshje ekzistojnë. Ju falenderit. Unë sot kam ardhur si djalë sarandiot në mbështetje të avokatit dhe qytetarit model Rigels Dervishi, i cili nuk e ka lënë heshtje këtë çështje, po lufton këtu në gjykatë për ta kundërshtuar. Sot në djenin time aty Bashkia solli këtë projekt të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Nëse e shikoni këtu, ky do jetë ekocampusi që do të thotë hotele. Besoj nuk ka qytetar në Sarandë që është i tengopur nga ndërtimi edhe hotelet. Këtu bëhet fjalë për një zonë që ka mbetur, e cila mund dhe do duhej të kthehej në një zonë rekreative për fëmijët, në kopshe, çerdhe, shkolla. Nuk ka nevojë Saranda për një hotel më shumë. Hotele ka, të bëjnë dhe të tjera atje ku ka pronë private, po kjo që kish ngel tokë shtetërore në një zonë super të populluar, e cila që ku kam qenë unë fëmijë në shkollë, fëmijët e asaj lagjes vinin të 9 tetori, ndërkohë vazhdojnë të njëjtën histori, do duhet të ngelet shkollë. Kështu që uroj që gjykata të shprehet në favor të qytetarëve të Sarandës dhe të kërkesës së avokatit. Duhet keni një gjë parasysh, referuar kontratës nëse e ke avokat. Kam kontratën. Mbaj pak të lutem që t'ja shpjegojmë qytetarëve, se është shumë e rëndësishme të kuptoni çfarë ka ndodhur. Në nenin 2 thotë qartësisht të lidhur në marrëveshja e investimit të lidhur mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Sarandë. Thotë të miratoj projektin për ndërhyrjen e propozuar, objekti kësaj marrëveshje dhe të ketë realizuar konsultimin publik të dëgjesave me palët e interesit sipas parashikimeve ligjore të nenit të ligjit 146/2016 për njoftimin dhe konsultimin publik. Që do të thotë, do duhet që në çdo rast kjo marrëveshje para se të miratojë nga Këshilli Bashkiak, të ishte diskutuar me qytetarët e Sarandës në çdo lagje, të bëjë konsultimi publik me qytetarët, të merrë mendimi qytetarëve, dhe pastaj të kalonte për miratim. Gjë që të gjithë ju jeni dëshmitar që nuk ka ndodhur. Pastaj nëse këta quajnë konsultim publik, ndonjë takim që bëjnë me patronazhistat e vet, ky është shkallë tjetër pastaj, nuk ka lidhje me qytetin. Pikërisht nderuar, dua të sjell vëmendje të Saranda Web që un kam dhe shkresën e datës 30 qershor të 2025, sepse pothuajse po bëhet një vit që nga momenti që ne kemi bërë ankimet administrative fillimisht tek Këshilli Bashkiak dhe më pas te prefekti. Dhe në këtë përgjigje e tyre, po shife këtu me numër 3861 fraksioni 1 protokolli, ata thonë që projekt vendimi për miratimin e marrëveshjes së bashkëinvestimit nuk është objekti parashikimit të nenit 18 të ligjit 139/2015 për vetë qeverisje vendore i ndryshuar, pra pikërisht atë të konsultimit publik. Ndërkohë në seancë kanë marrë përsipër që në thonjza t'i demonstrojnë gjykatës që ata konsultimin publik e kanë bërë, por e kanë bërë në forma private, nuk e di më. Me sondazhe. Me sondazhe, gjëra po që. Kjo është e gjitha.